Zoti im I madh, ajo vërtet I ngjan shumë ose? Şu garip halimden bilen işveli nazlı, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem gülen, bütün dertlerimi anlayıp gönlümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Sinemde gizli yahramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip şu yahrama merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin? Seni arıyor. Neredesin sen? Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Nën? 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 Nën, ngri
Merçan, Hajde, zgjohu. ma jep fëmijën. Ma jep atë fëmijë tani. Ja! Të thash ma jep atë, ma jep mua, për ndryshe do të dërgoj të bashkohesh me atë gruan, ma jep fëmijën. Ma jep poshqen. Ma jep. Ja! Lëri të qeta ta! Nën, gjohu. Merçanik! Kjo nuk ka mbaruar. Kjo nuk ka mbaruar, bande pastreh, nuk ka mbaruar. Nuk ka mbaruar, nuk ka mbaruar. Gjohu. Merçan Gülayşe, është Gülayşe mirë. Po, Ali, e telefonova policin. Faleminderit. Hajde, ja të shkojmë jetim. Sabit, eja shok. Duhet të ikim para se të vi policia, hajde. Unë do të qëndroj këtu. Jo, mere me vete, mere. Nuk do t'ju lëmë as mëkatet tone të poshtërë. Sabit, hajde vëlla, për ndryshe do të na kapin. Nëna është e Sabitit. Nëna është e imja. Ajo është e jotja, Sabit, e jotja është. Për tani ne duhet të ikim, hajde vëlla. Nëna është e Sabitit. Nëna është e imja. 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 Nëna është e Sabitit. Hajde, duhet të ikim. Nëna është e imja. Nëna është e imja. Nëna është e imja. Nën! Nëna është e imja. Nëna është e imja. Nëna është e imja. Nëna është e imja. Divane gönlüm benim, bir dala konamadım. Divane gönlüm benim, bir dala konamadım. Nice derde dayandım, bu derde dayanamadım. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe neyledim. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe neyledim, ömrüm sana doyamadım. Gül dediğim diken oldu, gül yerine ömrüm soldu. Gül dediğim diken oldu, gül yerine ömrüm soldu. Yaram sızıladı kaldı, saran bir dost bulamadım. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe neyledim. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe neyledim, ömrüm sana doyamadım. Ajo ka flokët e nënësime.
akar yaşım kalem kalem. Ne o yare bir tek selam. Salam dedim saramadım. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem felege neyledim. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe neyledim. Ömrüm sana doyamadım. Ali, a do të bëhet më mirë Sabiti? Po pyet për nënën e tij apo jo? Nuk do ta harroj atë. Por do të mësohet me të Merxhan. Të gjithë jemi mësuar me diçka. Edhe ai po përpiqet të gjejë një mënyrë për të mësuar me këtë. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe neyledim. Ömrüm sana doyamadım. Unë për herë të parë ju pash juve në televizor. Po kërkonit vajzën tuaj. Po, të kërkoj aty. Të kam kërkuar gjithmonë bija ime. Hala Hacer, shpirti halës. Po unë jam hala jote. Unë jam shumë e hutuar tani. Ju nuk dini të asgjë apo jo? Ne mund të flasim nëse dëshiron. Do të them gjithçka. Do të dëgjoj. Si thua pi? Motra ime. Mund të flasësh më vonë nëse dëshiron. Bëj çfarë të duash. Të flasim. Pra dua të flas me ju. Ne do jemi këtu.
kur nuk do të ndahemi. Të premtoj. Mendoj se sikur të mbyll sy, ti do të zhdukesh. Por nuk u zhduka, e shikon? Po e përsëri. Po e sërish. Unë kam shumë gjëra për t'ju pyetur juve. Por unë këtu po luaj një lojë të thjeshtë. Ne nuk mund të luanim atëherë, por mund të luajmë tani. Eja, ne tham të flasim. Pyet tani. Ishte shumë e vështirë. Po, ishte e vështirë. As që mund të shpjegoj. Shumicën e ditëve më dukej sikur po përpiqesha të merrja frymën në tokë. Sigur njeri prej nesh të ketë qëndruar me ty. Nëna? Nëna ime. Ju braku në humbët që të dyhave. Duhet të ketë qenë e vështirë. E dje, unë nuk mund të mbaj asgjë për të. Mendova, nëse do të qaja për të, do të ishte zemëruar me mua pse po vajtova e pa e gjetur vajzën tonë. Nuk mund të qaja kur me zot të lartë. Tani, pasi e gjete edhe vajzën tënde? Mund të qash edhe për baharin tënë nëse dëshiron. Sepse unë po qaj për në nëntime të cilën nuk e kam njohur.
Do të qajmë për të. Do të qajmë për të, vajza ime. Zipkin, çfarë po ndodh me Merxhanin? Ndonjëherë janë ndihet e pafë për të marrë frymë. Merxhan. A je mirë? Mirë jam. U bë kohë që s'të ka ndodhur kjo. E pesë si e përqafoj baban e saj. Gjaku tërheq. Po familje nga shpirti? Merxhan, mos harro që ne e rritëm atë vajzë. Ajo nuk hesh dorë nga familja e saj nga shpirti. Do të them diçka, por mos u tallti. Thuaje, Unë u bëra shumë gjeloze. Tani unë do të shpërthej nga gjelozia tani. këtu s'ka asgjë për të çuditur. Sepse ti gjithmonë shpërthen nga xhelozia. Sigur ti nuk u bëre gjeloz as pak. Jo. Që të mos të gënjej. Sinqerisht. Sinqerisht më goditi shumë rëndë. Mendova dhe thash, çfarë nëse është baba i saj? Baba i saj jeti dhe unë jam nëna e saj. Ndoshta ata e kanë sjellë në jetë, por ne e kemi ushqyer atë. Dhe ne i dham asaj shumë dashuri, Ali. Merxhan, unë i kam thënë tashmë babait të saj se nuk do të kishim dorë kur për Gylajshës. Çfarë i tha Gylajshës Abidit? A nuk është kështu? Por kur të filloj gjyqi, ajo do ta zbuloj se e kemi fshehur nga baba i saj. Po sikur ajo të mërzitet shumë. Po sikur të largohet me baban e saj që sapo e gjeti atë. Sot le t'i tregojmë. Ali, të lutem t'i tregojmë sot. Vërtet, le t'i tregojmë asaj dhe ta kalojmë këtë gjë. Me të vërtet nuk mund të durojmë më këtë. Në rregull. Merxhan, të mos ta mërzisim ditën që u bashkohëm me ta Ati. Le të jetë e lumtur sot, Merxhan. Në rregull. Gjithmonë qoftë e lumtur, por t'jetë e lumtur me ne. Gylajshë është vajza jonë.
kush mendon se I mori jetën nënës? Do me thënë e di që policia nuk e gjeti, por... A ka dikush për të cilin Ma dyshon? Le të flasim më vonë për këtë bia ime. Në rregull? Atëherë më trego pak për nënën time, hajde. Në rregull. A e doje shumë atë? Shumë. Si ishte ajo? Ajo kishte zemrën më të bukur në botë. Nuk do të lëndonte as edhe një milingon të vetme. Ajo ishte shumë e mëshirshme. Veç kësaj, ajo ishte shumë kokfort. Kur dëshironte diçka, asaj, askush në botë nuk mund t'i ndryshonte mendjen. Edhe unë jam pak kokfort nga natyra, e di këtë? Po, Vëlla Liu gjithmonë thotë se jam kokfort si motra merxhan. pse duhet të dukesh si ajo? Ti je si nëna jote. Ke ftyrën dhe karakterin si nëna jote. Ajo nuk është një e huaj. Ajo është motra ime. Edhe Aliu, Sabiti, Sëpkëni janë vëllezrit e mi. Edhe si Halla Gjergj që është motra jote që ende nuk e kuptoj pse nuk më tha mua të vërtetën. Edhe unë jam motra e tyre. Lara, bia ime. Nuk jam Lara. Unë jam Gylajshe. Emri që të kanë vënë është shumë i bukur. Por ti je Lara e jo Poglu. Shtu është e shkruar në dokument. Imja? Po. Karta e identitetit? Unë kam një dokument? Unë ekzistoj. Ke jetuar pa dokument për gjithë këto vite. Të bën të jetosh pa dokument, a? Nëse e ke fjallën për familjen time, ata më ndihmuan të mbjetoja. Si ashtu, ha? A ke shkuar në shkollë për shembull? Nuk e bëra. Pra nuk mund të shkoja. Por ata... Nëse ata nuk do të më merrin nga koshi I plehrave dhe të më shpëtonin, unë nuk do të kisha arritur moshën që të shkoja në shkollë. Edhe ashtu. Zoti I bekoft, ata të shpëtuan, por të dëmtuan atë shumë bi. Më dëmtuan? Ata nuk kanë bërë asgjë tjetër përveç se më ndihmuan mua. Ata janë familja ime. Si ka mundësi që ata nuk bën asgjë tjetër veç se të mirë? Ndihma për të cilën po flet është se ata të fshehen prej nesh për 23 vjet, pavarësisht se e dinin që je vajza ime. Çfarë? Familja jote e pastre. Të kam shehur nga babai yt bi.
Kush është familja e Gylajshës? Çfarë do thot kjo? Kush është familja e Gylajshës? E kujt është Gylajshe? Sigurisht që ne jemi. Ne jemi familja e Larës. Ne jemi. Ajo është gjaku ynë, shpirti ynë. Ne jemi familja e saj. Baba i saj, hala, kushëriri i saj. Gjagja i saj. Kunata. Apo jo? Mos mundo. Kur të na lëndosh me këtë? Mos guxo. Vetëm për ta marrë Gylajshin nga ne, ju po flisni për mbiemrin dhe gjakun, zonja Haxher. Për të marrë Larën nga ju? Lara tashmë na përket neve. Ju e hodhët atë në plera dhe ne e gjetëm. Ne e rritëm atë, e mbrojtëm atë, i dham dashuria asaj. Dhe tani ju po merrni vajzën tonë. A kështu është? Thjesht, e vetëm se e rritë atë, nuk do të thotë që Lara të përket ty. E kupton ti këtë? Ne jemi familja e Larës. Ajo është nga gjaku ynë dhe pik. Dhe ajo ka zemrën dhe shpirtin tonë, zonja Haxher. Për çfarë ke fjalën? Ju nuk mund të më ndani, do me thënë. Gylajshe. Ju e pas keni ditur kush jam unë? A i më tha? Familja jote pas tre që ke, më fshehen nga baba i mua. A ishte nevojshme t'ja thuash këtë? Pikërisht në ditën e saj më të lumtur. Vëlla. Motër. A e dini ju që kisha një baba unë?